Flasim për rritjen e çmimit të perimeve. Ka shkuar domatja 4.000 lekë. Si mi të nesh kur gjë, nga asëm neshim asëm nesh. Çmimi i domates. Do që puna me to për domate, për speca, për këtë më mirë më të. A mendojnë që domatja duhet shpallë si frut tropikal? Ka shku më lirë banane se sa domatja dhe specë. Jo, domatja shumë shtent, e banana shumë shtent, kasaveti shumë shtent. Qa do hamten? Nuk e dim që do hajmë. Do i gjemë të gjërat e tjera. As vetë se dim. Do të vdes si fare. Español. Espanjole. Domatin do ta shpallin frut tropikal. Ju si mendoni, atje në Spanjë, sa shkon kilja domates? En España cuesta 2 euro y pico, 30 y algo, 40. Në Spanjë thonë 1 kilogram domate kushton 2.5 ose 3 euro. Që ka më lirë se në Shqipëri. Miq, si që dëgjuat, as në Spanjë domatja nuk quhet frut tropikal sepse i kap diku te 3 ose 3.5 euro, ndërkohë që në Shqipëri shkon 3.500 lekë deri në 4.000 lekë. Më lirë në Spanjë sesa në Shqipëri që prodhohet domate pa fund në lushnje. Na ka i miti buk kripe zemrës edhe kripa duket do rritet se është rrit natë. Jo, më të besojnë. Jo. Shqiptari, për shqiptarin ka të den hapo. Edhe mund të gjemë. Po fatë është politika tillë janë ca njerëz. Po në momentin kur ti nuk ke xhep me ble domate, kastraveca, si ta bësh zemrën bujare, ç'a ti japësh mikut kur vitesh? Do javi shoku miqt me shumë borxhe. Si gjithë tjerat. Ç'a ti lajm valla se çdo gjë. Do presim. Zoti i lartë. E cili për vetë zoti bëj gjithë. Si do ja bëjmë tani po vjen sezoni domateve, nuk do hajmë dot me domate se ka 4.000 lekë kilja. Na, nuk kom ke pra të punë, më gjithat e janë shajtu, se s'kena mundësi mi marë, po. Domate prodhohet në lushe sa duash. Origjinën Andeka, ka vëndë tropikale, po. Andeka? Andeka. Do kthehet prapë në origjinë, sa i përket çmimit. Po, problemi është se të gjëra që nuk është problemi të ngranës, problemi është që të fillojnë ta kapin atje ku e kanë lënë, ku e kanë humbur. Për bujësin kush ka investuar asnjë këtu. Po këta ngelen duke thënë në për televizion. Po jo, ngelen, qa njerëzit u frynë, pallate. Tajnë pallate? Tajnë pallate, tajnë kur dhënë tanë hidrocentrale, tanë naftën që kanë vjedhur, tanë këto. Problemi është që duhet kapur kjo aja, se bujësia është, nuk themi kryesorja, por është bujësia është një nga 3 gjërat kryesore. Bujësia, industria, bujësia. Ne qa do ham tani? Unë ti djalun e kam hequr mendjen edhe nuk jam këtu më. Keqja jon kjo është ne ikëm, kalamajt tonë nuk vinë më, nipat e mbesa tona se din se ku bje. Problemi është kapet ke koka. Çaj duhet këtyre pallate, kur s'ka njerëzit ku të punojnë. Problemi domates është pak 3.000 euro këtu. Këtu të shkoj edhe 8.000 njerëzit do futen do. Se kështu e kanë trurin, kështu e kanë atë kulturën. Sa shkon 1 kilo domate ti ku banoni ju? 1 euro, 1 euro i gjys, 2 kilo 1 euro, sipas standardit që do ti. Këtu nuk mban njeri kontabël, ti nuk mban njeri se si. Këtu është mundon t'ja edhe njeri tjetrit. A mendon se çmimin e fruta, perimeve, zarzavateve ka rritur importi apo eksport? Për mendimin tim janë kapur kyçet, janë importet. Që mundin, se po s'investove ke dhëndi jotë, me fjallë nuk ka rrinë asnjëherë ta më poshtë do t'importin. Sezoni është delikat. Dhe për te eksperiencë që keni ju? Kohër i sotshëm është delikat. Pse? Po e kalon me bananes? Rrit. Ti e ke mirë, e ke si me humor, e ke si gjujtje. Sot e shijojnë, e kanë lekun, po një që se ka hiq, absolutisht nuk e shijoj. Më mirë do haj bananes sa tomate. Bananen, se s'ka si jeton. 2.000 lekë është kilja bananes. Po. 4.000 lekë është ku tomate. Ka 1.700, e ka më lirë, 1.600. 10 copë 2.000 lekë. Me dellura. Pra ndaj, le të hajnë kastraveci. Kështu që je i detyruar. Këto si japin bujësisë. Bujësia është shtylla e Shqipërisë, nuk themi me njerat se i vodhën e naftën e tarët, po s'paktën bujësia, që ze 30% teritorit. Toka are punueshme. A duhet të kthehemi ti lëm këto pallate të shkojnë punojnë vetë tokën tash të ham çfarë bie. Politikat janë dy, ne jemi mësuar me ato politikën që ishin dy. Politika momentit edhe politika largpamse. Këta e arritën qëllimin me fjalë që largimin e njerëzve e çuan. Çai kushton
Nuk themi në gjërat e mdhaja, si që folën një do centrale, nafta, pasurit natyrore, non toksore. Po të pak të këtë tokë, ato s'bëjnë asnjë gjë për tokë. Fshatra thuaj se janë braktisë totalisht. Edhe do braktisen. Në vendet e tjera mundojnë edhe të shkojnë me kanë edhe të mirëmbajnë, po këtu dhe do braktisen, këtu ja arritën qëllimit me kanë njerëz që postojnë. Këto që janë këtu në bëj habi. Kur është ditë feste nuk gjej kaq njerëz në qytetin që është 4 milion banor kur janë. Ditë feste. Kjo ishte mbyllja më e bukur. Jo, përshëndes. Faleminderit edhe respekte. inshallah se shohet në ti, në pa. Faleminderit. Ne popullin e thjesht ato më të lodhurat janë më të ëmbla. Kastaraveci. Jo, është shtrenjtë Kastraveci, qëndrojmë te domatet, lutem. Çfarë po ham ne sot? Çfarë po konsumojmë? Gjënët mockadume, mbedurinat që na bibota. Ku para kohë të fundit që të gjithë fermerët janë ngritur në protestë. Dhe çmimet e fruta, perimeve kanë shkuar vetëm ngrihen. Ngrihen dhe na pa ham gjërat që vijnë nga Kosova, nga Maqedonia, nga Malizi. Do të blejmë domate me kokra. Unë themi këtë që duhet të krijohet një kontroll, një komision, kupton, ta shikoj këtë që mirën me ushqimet. Ne po flasim për domaten, ti jep kumblla. Unë si ha fare. Po ku ta kemi? Unë si ha fare. Domatet tona të mira shkojnë në Serbi, në Silktova dhe Greqi, ka moll. Në Korçë, unë jam në Korçë, në Korçë domatet po ato mollet po qelbet. 100 lekë kilën dhe s'po vendi marrin. Vin mollet që ande. Këtu ka shkuar molla 2000 lekë. Po këtu mas. Domatja 4000 lekë. Po birë, po neve po shkojnë demokraci. Tu është anarshi, s'është demokraci. Hiqe, hajdut liku, të vrasim, të presim, të vjedhin, kjo është këtu. Ore, ç'a do ham? Gur. Dëgjoj, nxjerrin atë brokull. That's about ze janë. Ajo është gjithë infeksione, gjithë krimba, gjithë vezë. Dhe janë mbush njerëzit me vezë, me krimën bashkë. Kjo është vezët, vezët e buburecave që le. Ushqimet më të maruar mockadumet vinë në Shqipëri. Kurse tonët që provojmë tu, rrinë skarca, se nuk kanë bon. Mëre vesh, unë se fut lakrën, as lakri shile me më vjetë një salat, kur shikon vagella, me kur shikon vezët. Ne, një ta hedhë. A prodhohet më këtu? Jo. Pse? Me punu tokën tani, një bujk nuk e punën do të mo, për arsye se nafta ka shkuar të ku shka mo. Po të shkësh në Malzi tani, ta konë është luft, nuk ka luft. Luft që e ka bënë për Shqipërinë, po për Kosovën, po për Maqedoninë, a është luft? Ti vet si a del me ushqimet, pra. Sa domate blen ti kur shkon tek treg? Domate nuk blet më tani, ka shku 4000 lekë litri, kilja. Mishi ka shku, sa të duash. Nuk blet më si lëgjajmë Shqipëri. Po të shkosh jashtë shtetit, të gjithë ushqimet në Italinës, po të thonë Kosovë, Maqedoni, çmimet i kemë ndjesë sa në Shqipëri. Rrogët janë më të larta, çmimet më të ulta. Tu rrogët më të ulta, çmimet më të larta. A je dakord që domaten ta shpallin frut tropikal? Po. Banania që na vjen nga jashtë është më lys sa 1 kg domate. Po, e vërtet. Më mirë me 1 kg banane se sa 1 kg domate. Po mishi, ku ka shkuar e diti? Bulmeti, djaki, janë ngritë çmimet aty ku s'ba mo këto ditë. Shteti duhet në rry. Përveç se janë ngritë çmimet, a ja vlen se okej, po e blej një kile djath për shembull me çmim sa do të jetë. Mirë se po blen i herë. A është i cilësor? Pra, duhet të varem gjithmonë nga ato që sjellin nga jashtë apo duhet të gjizojnë prodhimin vendas? A cilësor nuk ka se çmimi shumë i lartë. Shko blej kile djathin në Maqedoni, sa ke? Shko blej risin, sheqerin, sa ke? Hajde në Shqipëri, sa ke? Ja ku ke Kosovën, shko, kaloni. Mu furnizojnë makinë me karburant ku kalon për Kosovë. Sa kalon kufirin. E kemë gjysë për gjysë. Por nuk po dihet se çfarë po bëhet në Shqipëri. Të kon lufta ja vjen luftës, nuk ka shkaku luftës, po shfrytëzon emrin luftë. E shfrytëzon gjaja. Erë virusi, o po bëhen amiti virusi nga çmimet. Iku virusi, filloi lufta jashtë, o po bëhen nga çmimet. Ushoi lufta, filloi lufta prapë nga çmimet. Të shfrytëzon luftën. Domethënë sa herë që vendet e tjera janë në luftë edhe ne se jemi në luftë. Ne shfrytëzojmë çmimet. A ne gjasë po luftë, ne shfrytëzojmë rastin e luftës, shfrytëzojmë nga ngritja e çmimeve.